Vëllezër të ndershëm, çdo vit i kaluar, çdo muaj i shkuar dhe çdo ditë e përfunduar na afron sa më afër vdekjes, na afron sa më afër vdekjes dhe takimit me Allahun xhaleshani. Kalimi i kohës, ndryshimi i ditëve dhe muajve, na e përkujtojnë këtë çast kur fundi do të na vijë dhe do të drejtohemi për tek Allahu i lartësuar dhe për të dhënë llogari për veprat që i kemi bërë në këtë botë. Merrni mësim nga jo dhe pendohuni para se të vijë vdekja, sepse kujt i vijë vdekja, më për të nuk ka kthim prapa dhe nuk ka mundësi që t'i përmirësojë veprat e tij. Sa e sa njerëz kanë vdekur pa prit e pa kujtuar, sa e sa të rinj e gjeni i ka befasuar. Vdekja nuk njeh mosh dhe gjini, nuk njeh komb dhe parti, kur ajo vjen, koha e veprave ka përfunduar.